Sevdai, Elida, Ben, mirë se erdhët. Mirë. Mas pari du më ju pyet me çka erdhët. Se dina, Ja, erdhe me fiq, më thonë me fiq të me fiq. Pse hala ka gjallë fiqa? Ka fol 40 vjetë. A dim pse kam bjetu ka gjgat? Po. Se gjatë i qes benzin në punë Nesim Bakijës. E ka benzinin më të mirë në Kosovë. Besim Bakia, ha? Po ka Nesim Bakia. Nesimi, Në po. zbon gabim. Besimi është djali Po, Nesimit. okej, dhe besimin. E që të benzin bje, e më takit. Mirë, unë zakonisht e pysh Sevdajun kur vjen në Prishtinë, me çka erdhë, me çka u zhdorgje, i thamë kështu. Thet, vallaj, me lokalja, me galdonja, me traktor. Me i kamion. E po, Sevdaj, ky treshi juaj, çfarë treshi është ky? Në far treshi gueril? I po ti na thirrë vet. Ha? Ti na thirrë tash na për gjithë veshrim. Ai, Kë veç unë veç ai veç. Kemi A shtëpia vërtet? tona, po. Ti na thirrë, hajde, erdhëm. mirë, me të pyet, ç'a po bën? Ula? Ç'a je të bën? Qëlla për rime ty që të malë bërinë me këta. Mirë, bollu, knaqëm edhe na. Bashkë për më interesant. A? Ti s'ko ka. Pse? Po, a din para një muaj që majtë festivali i filmit më të vjetër në botë, më thonë Venecia që. Festivali Venedikut, është e A, vërtet din. që është një prej festivaleve më të vjetra. Po. Dhe që është më interesant këtë vit, pse unë se di për çka Parë ka marrë këtë vit e ka hap George Clooney dhe Sandra Bullock. Nije ben, nije. George Clooney dhe Sandra Bullock e ka hap Nije festivalin ben, këtë nije. vit. Po. Në atë festival, më thonë për parë ka marrë pjesë një film nga Kosova. Po? Ku rolin kryesor e ka pas Arben Bayraktari edhe Sevdai Radogoshi. Nije. Va. Nuk e pas ka pas bash kryesorin veç. Jo. Atëherë Dy rolë kryesor. Shka Cerlozi, do më thonë filmi quhet Balkoni, regjinë e ka bo Mejlinda Zeqire nga Soreka. Nije. Është realizuar në Sorek filmi, do më thonë ka marrë pjesë në festivalin më të vjetër Në Venedik. Venedik. Edhe ky ka lujt aty. Ky ka pas rolin kryesor. Çmimin? Çmimin Çalakaisto. Qysh? Çalakaisto. Çfarë çmimi është ai? Se dinte ja? Jo. Pa më nëmë këtë doktar se dini me ditone. Po ky që ka marrë qysh se din. Ky e ka marrë, ka qysh të Nej. Ti a? Je ti, je për rime ty në dan. A më falni me George Clooney, Sandra Bullock që apo lyp këtu në film, me mu me haqu ku. Elida, një jetë të tërë në teatr, një jetë të tërë në skenë, Po. shumë role, shumë suksese. Në realitet, na të kemi pa më shumë në vitet kur keni dalë në humor me Sevdaiun, me Luan Dakën, me... Qashtë. Ha, çfarë na thua për këtë? Vitet 83, hajt. Shka hajt. Lot, Shka hajt. 2013. Ta, Aspektos politika. Qëri, që kjo Lida, ka organizu festivalin e komedisë, Komedia Fest. mbar kombëtar. Nije, mbar kombëtar. Nije. I dyti. Në Gjakov. Hey, ka zgju kërshëri teatri, teatri, e kanë gjallë teatrin, që kjo Lida, A bëhen teatr a në shtëpitë kulturës? Nuk pëndoj Apo mirë. aty është çaj është teatr. Teatri është në teatri. shtëpitë kulturës, ne. Shtëpitë kulturës. 7 ditë rresht ka pas premiera, repriza, komedi. Premiera në Gjakov. Edhe hiç më pak se 1000 shikues që ka pas në sallë. Që kjo Teatri. Tani mi. Nije. Në qashi, Që kjo Lida, Që kjo vet. në qashi, po, me aty. qashi, ajo po shihet. mas teatr, që Mas marrë do të teatri. vetë natës. Mas 11 vetë natës, 11. Dejnë 4 në Saba, rinia e ka josh atë atmosferë të bukur që u bëkën qashit vjetër, kanë gjatë qashin. Nije, lid nije. 5.003 kanë pas muzik live, kanë pas DJ, jenë kënaqë rinia, pasha qasë së fa një javë ditë. Po, mirë. Pas kishe punë më herët i ke qenë në aktore teatri veç mi prit këta me dalë në skenë? Drejtoresh. A dhe drejtoresh, po. Jo, po, Nije. Vërtet, ka qenë bukur kjo ditët e festivalit komedisë në Gjakov. Ka qenë bukur, shumë bukur. Me karakter gjithkombëtar Mbar dhe kombëtar, po, me një kanë numër marrë vërtet të pjesë. madh të shiquesve të... Në mbi 1000 veta në sallë çdo mramje kanë qenë në kuadër të festivalit, Komedia Festit Komedit,
mramjet kanë qenë mramjet rinore, ka qenë panajiri i bujqësisë, i organizuar nga vetë Ministria Bujqësisë, ka qenë ekspozita në hollin e Pallatit Kulturës, dhe ballëm doket. E qyshe e lejut bujqësinë me Hinë dhe Gjakov? Pse jo? Ju lejoni veç prodhimet bujqësore me Hinë Gjakov, se Prodhimet bujqësinë bujqësore, jo. Për momentin, politikë zdojmë. Ja, lule dhe drana fila me lëllim, po? Jo, bro. E kum pa odorin në televizion, më ka pëlqy si program, veç me të vërtet da im halal, që pas odorin. Programi smut ko ka. Programi smut. Pse i smut? A di pse programi smut? Pse? Se doktori është udhëhes. Elida nuk më thatë, keni shpallë dhe sigurisht aty rezultate në fond... Jo, nuk ka pas karakter garus. Nuk ka pas karakter garus, është viti dytë edhe... Sa keq, pej Venediku pa nej vend Gjakov. Mirë njohje për pjesëmarrje. Për disa aktorë që kanë vdek, ju ka shpallë mirë njohje aktorëve të teatrit. Ato respekt për jetën më të Shumë. Jo, ka pas aktorë që krejt jetën e kanë kontribu për gjatë krejt jetës vetë në teatr. Kështu që koha i kanë mbulu, i kanë harru, edhe kemi fillu gradualisht ka një nga një mi nxerrën pa. Kështu që është një punë bukur e bujshme. Vërtet e mirë. Edhe besoj... Mirë. Vërtet, kjo e bukur edhe për tani edhe për ta dëgju se vdaj është bukur kur arrim sa do pak ti përkujtojmë njerëzit e artit, e të kulturës, ata që kanë lënë gjurmë për çdo ditë në botën e artit, e të kulturës shqiptare, dhe unë mendoj që në këto moment të gjithë së bashku, sigurisht edhe ju jeni me mua, artistët nuk mund të përkujtohen ndryshe përveç se me spektakël, me shumë dorë trokitje, me këngë, me tinguj, me ritëm. Jo dini para 2 muajsh ndroi jetë një aktore mrekullueshme, një mikesh jona, e cila sigurisht meriton që sonte ta përkujtojmë me një dorë trokitje shumë të madhe, Zyrafete Gashi. Vërtet, e thash edhe njerë, edhe dua ta thëmë prapë se artistët kujtohen në këtë mënyrë, për veprat e tyre që na kanë lënë. Ju keni përvojë të gjatë të punës me të, sidomos se vdaiu në ditët e para, ndoshta të frekuentimit të saj në skenën shqiptare në botën e humorit, se vdaiu me sigurisht të madhen e artit, e të humorit shqiptar, Zyrafete Gashin. Do të ndrojmë pak atmosferë e do t'i ftojmë ata që shkojnë pas rrugës suaj, rrugës artistët e humorit, Adnanin, Eqremin dhe Halimin. Dam